Rruga e fshatit Dushk në Lushnjë është në gjendje të degraduar prej kohësh, që nga muaji nëntor banorët janë detyruar të ndërhyjnë vetë dhe të mbulojnë disa pjesë të rrugës me zhavor, por gropa dhe defektet e tjera po bëheshin shqetësuese. Megjithatë, edhe pas kësaj përpjekjeje, rruga mbeti në një gjendje të keqe. Mungesa e ndriçimit gjatë natës e bën këtë rrugë të rrezikshme për të ecur vetëm, edhe pse banorët kanë kërkuar disa herë ndërhyrje, nuk është marrë asnjë masë konkrete. Ata thonë se janë marrë vesh me kryetarin e komunës, Afrim Dedej, i cili ka pohuar se bashkia dhe komuna nuk kanë fonde për të rregulluar rrugën. Si rezultat, banorët kanë kontribuar me shuma që variojnë nga 5.000 deri në 10.000 lekë të reja për të financuar punimet vet. Madje një familje ka dhuruar 300 euro për të ndihmuar në shtrimin e rrugës. Megjithatë, pasi kanë kaluar 4 apo 5 muaj, rruga ende nuk është shtruar dhe banorët nuk e kanë ide se ku shkuan paratë që u mblodhen. Përshëndetje, kjo është gjendja rrugës Remondi në fshatin Dushk të Lushnjës. Para disa muajsh janë detyruar banorët e zonës që të rregullonin një pjesë të rrugës me zhavor, edhe pse ka shumë gropa, por edhe pse u munduan, prap rruga është në këtë gjendje. Në natë nuk ka asnjë lloj ndriçimi dhe është shumë e rrezikshme të ecësh vetëm. Në këtë rrugë nuk është vendosur asnjëherë dorë apo të bëhet ndonjë përpjekje për ta rregulluar. Banorët e zonës kanë bërë një marrëveshje me kryetarin e komunës Afrim Dedej, sepse i ka thënë që bashkia dhe komuna nuk kanë fonde që ta rregullojnë, kështu që banorët ranë dakord bashkë me kryetarin e komunës që të fusin lek në mënyrë që të rregullohej ajo rrugë dhe prap asgjë nuk është bërë deri më tani. Shuma që kanë futur familjet janë 5.000 deri në 10.000 lekë të reja. Nuk e di nëse Riselda Sefa ka informacion për këtë veprim nga kryetari i komunës, por do të ishte mirë që të merren masa nëse i duan ato vota përsëri. Nuk di më shumë, por thjesht i kanë futur lek, i ka mbledhur një person tek të gjitha familjet në atë zonë dhe i ka dorëzuar në komunë. Një familje ka futur 300 euro që të rregullohet rruga, por edhe pas 4 apo 5 muajsh, asgjë nuk është rregulluar. U është thënë që rruga do të shtrohet, por sërish është në këtë gjendje.